Përshëndetje, mirë se erdha në kanalin ton Kriptovaluta Shqip. Sot do të bisedojmë për Sui tokenin dhe do të shohim se çka do ndodh me Sui tokenin dhe a ka mundësi të rikthehet në çmimin që e ka pasur. Së pari të shpjegojmë në fazat fillestare, Sui tokeni është një blockchain i cili ka transakcione shumë të shpejta dhe transakcione të lira. Ai është krijuar nga ish menaxherët dhe ish inxhinierët e Meta ose Facebook, dhe po ashtu ai është krijuar që të mbështet lojëra Web3 dhe DeFi aplikacione. Dhe për këtë arsye ai është krijuar dhe ka shumë transakcione të shpejta. Të shkojmë të shohim qartin se çka do ndodh me Sui tokenin. Dhe mune me po këtu që Sui tokeni, shkojmë të shohim qartin një muj, mune me po këtu që Sui tokeni ka pasur një rramje prej çmimit $2.7 në 2.1. Para disa muajve Sui tokeni është ngritur prej $1 gjys, ka shkuar deri $5. Do me thonë është ngritur gati 500%, 450%. Une në këtë Sui token kam investuar kur ka qenë 80 cent, 90 cent, e kam shitur në $1.8 dhe momentalisht nuk posedoj këtë Sui token. Do të shpjegoj arsyet se pse e kam shitur dhe pse nuk posedoj dhe pse nuk do të investoj. Të gjithë sendet që do të shpjegoj në këtë video është veçanërisht mendimi jem dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të bazoheni në këtë video që të bëni blerjen ose shitjen e këtë Sui tokeni. Të vazhdojmë. Do të shohim se Sui tokeni momentalisht është në top 18. Mujna me po këtu që Sui tokeni momentalisht është në top 18 dhe ka një market cap për $6.9 bilion. Mujna me po që ka një volumen për $403 milion. Pse une kam shit Sui tokeni dhe nuk e posedoj, është se e kena një faqe që unë e përdori shpesh, është një faqe CryptoRank. Dhe kur të shkojmë tek kjo faqe CryptoRank, mune me po këtu se kush janë investitorët e hershëm në Sui token. Dhe këtu do të shohim se investitorët e hershëm. Mune me po këtu që kur ka qenë çmimi, do me thotë çmimi shumë i vogël, me çmim $0.03, ka pas investitor si për shembull Bybit. Ka investuar $2.82 milion. Po shkojmë më tutje, 2023 me 10 cent ose 0.10 ka investuar KuCoin platforma. Po shkojmë më tutje, mujna me po që KuCoin ka pasur 53x fitim. Po shkojmë tutje, mujna me po këtu që po ashtu edhe OKX ka investuar $750.000. Po shkojmë më tutje. Kjo që më ka lënë për shtypje është se investitorët e Series B. Investitorët e Series B janë fondet venture capital fonde, që ato së bashku kanë investuar $300 milion. Do shohim këtu se kush janë këto fonde. Mune me po këtu që janë fondet që kanë investuar në Sui dhe nuk do të harrojmë se këto nuk janë fondet që kanë miliarda dollar, por janë fondet që kanë miliona, shemë 5 milion, 10 milion, së bashku të gjithë këto, se nuk janë fondet e famshme ose të mëdhaja, së bashku të gjithë këto kanë mbledhur një kapital për $300 milion. Dhe normalisht se këto fondet momentalisht kur kanë investuar, domethënë diminisht dishin, ato kanë investuar në këtë Sui token ose kanë bler tokena me vlerë shumë të vogël ose çmim shumë të ulët. Dhe që më kalon mu përshtypje është se çdo muaj, mune me po këtu se çdo muaj ka unlock Series B. Do me thënë çdo muaj Serie B ka unlock të vazhdueshëm. Dhe mune me po këtu që në 1 e maj 2025, do me thënë mas 10 ditëve do të ketë unlock të tokenave. Normalisht investitorëve të hershëm që kanë investuar. Po shkojmë më tutje. Dhe do të shohim se kush janë Serie B, mune me po këtu që Serie B kanë 2.78% supply unlock, ose 19.32 milion tokena. Mune me po këtu që çdo muaj kanë unlock, do me thënë çdo muaj Series B investitorëve ose këtyre fondeve që kanë investuar së bashku kanë unlock, do me thënë vuliron tokenat dhe kanë drejt të shes. Do të shohim te poshtë, mune me po që çdo muaj në 100, çdo muaj. Po shkojmë tutje, po ashtu do të shohim se çdo muaj kanë konstant unlock. Çka është që tash këtu problemi? Problemi sipas meje është se këto fondet kanë investuar normalisht për të fituar. Dhe çdo muaj, do me thonë, këto fondet kanë mundësi që të shesin këtë Sui token. Por jo veç fondet, por edhe ato më herët që i pam, si për shembull që janë këtu, edhe këtë investitorët e hershëm, OKX platforma, Bitforex platforma, mune me po këtu KuCoin, Bybit, të gjithë këto investitorët e krijuan një hype rreth këtij Sui tokeni, ku e krijuan një hype se Sui tokeni do të shkojë në $50, në $100, ku ju
si një investitor i vogël, shembull, ke investuar $1.000 në SUI dhe momentalisht ke pas X3 ose X4, ke pas $4.000, dhe me thënë ke investuar 1.000, ke $4.000, 3 milion e fitim, ku ti nuk e ki as mendën që të bësh shitje në SUI tokenit. Pse? Për shkak se kanë krijuar lajme, majnësi nëpërmjet mediave, që SUI tokeni do të shkoj X50, me SUI token ju mund të bëni milioner, SUI tokeni, do me thonë, ka pasur një hype, një kohë të gjatë, ku të gjithë mediat kanë diskutuar për SUI tokenin, ka pasur një ngritje normalisht, ka pasur investitorë që kanë investuar, investitorë të vegjël, dhe çka ka ndodhur? Ato investitorët e hershëm normalisht kanë dalë, por për me dalë, ato duhet të kenë likuiditet në treg. Kush ka qenë likuiditeti në treg? Po likuiditeti në treg keni qenë ju, kam qenë unë që keni blerë me $1.000, $2.000, $3.000, $5.000, $20.000, që të gjithë këto të kenë mundësi që të shesin, normalisht duhet likuiditet shumë i madh. Fakti që çdo muaj Series B investitorëve vuliron 19.32 milion tokena në muaj. Çdo muaj. Dhe këto kanë mundësi që çdo muaj të bën shitje. Nuk duhet të harojmë se këto investitor kanë blerë SUI tokenin me çmim 0.0010 cent, i kanë blerë me 10 cent çmimin, dhe që tashmi $2, $3, ato janë X20, X30. Këto investitor që kanë investuar $300 milion në SUI token, Series B, mujnë me po këtu 2022-shin, mujnë me po këtu që ato që tash janë me miliarda fitim. Do me thonë, nëse këto investitor kanë investuar 300 milion, X10 janë mas pakti, ato kanë $3 miliard në SUI token. Dhe ato kanë mundësi që çdo muaj të bëjnë dam. SUI tokeni ose altcoin SUI është një altcoin i mirë, e ka një të ardhme ose punojnë perfekt me blockchainin, por nuk më pëlqejnë se ka kontroll shumë të madhe nga investitorët e mdhë. Do me thonë, këto kanë mundësi që në çdo moment këtë projekt ta fundosin. Normalisht, nuk do të fundosin këtë projekt në mënyrë shumë të shpejtë, ngadalë do të dalin nga tregu, dhe duke fituar likuiditet, duke dalë nga tregu, duke bërë shitje, ngadalë. Gjithë këto investitor nuk kanë hyrë në SUI token, nuk kanë investuar që një ditë të bëhen një milioner, ju, ti ose unë. Për këtë arsye, do të keni shumë kujdes se shumica e altcoinsave do të përfundojnë me dam, shumica e altcoinsave do të fundosin, do të kenë përfundim të njëjtë si SUI tokeni, edhe pse SUI tokeni momentalisht është duke mbajtur në çmim $2, 2.12 cent, okay, është çmimi, por në bear market të gjithë këto tokena do të fundosen shumë keq, do të përfundonin në humbje, dhe nuk duhet të jeni lakmitar nëse keni investuar para. Sendi më i parë që duhet të bëni dhe minimal është që të tërheqni investimin. Dhe me thonë, nëse ti ke investuar $1.000 në një X token ose në një X altcoin, nëse ka shkruar në $2.000, $3.000, siguroje vetëm tërhiqe fitimin, merr pak profit dhe leje. Nëse mendon ose nëse ke shpresa ose mendon se është projekt shumë i fortë, beson në timin, merre fitimin, nxjerrë investimin dhe prit. Por të investosh një shumë $5.000, $10.000 dhe të jesh X3, X4 dhe mos të nxjerrësh investimin, për mua kjo është një budallaki më e madhe që mund të bëj një investitor, që mund të bësh ti ose unë. Në këto projekte nuk investohet në mënyrë all-in, si në mënyrë me shku në kazino, nuk investohet si duke bërë bixhos. Mendimi jem është këto janë altcoinsa me rrezik të madh, normalisht kanë edhe fitim të madh, fitim të shpejt, por unë nuk preferoj shumë të rrezikoj në kështu altcoinsa. Shkruajnë në koment çka mendoni rreth SUI tokenit, çka do të ndodh, a jeni investitor, a posedoni ende SUI token, dhe miru pafshim dhe video në radhës. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe zilën të channeli jo.